ndonjëherë një shpull flet më shumë ose të rejtë vëmendjen më shumë, se sa mira fjalë, mira diskutime, mira betime apo premtime. Në fakt nuk është e drejtë kjo gjë, sepse Macron ka një karrierë të jashtëzakonshme dhe nuk mundet me një gjest një sekondësh ti të lexosh ose të bësh sikur lexon gjithë prapaskenën e jetës tij, karrierës tij etj. Por nga ana tjetër mendoj që kjo është një sprovë, paktën për Francën, që është një shoqëri demokratike solide. Pse? E para, Macron nuk i ktheu dorë. Një burr shqiptar ose një burr nga një vend, po themi jo, ne jemi demokracisë, po në vende jo dhaj demokratike, do ishte për turp që burri hëngi shpullën dhe nuk i ktheu dorën gruas. Një. E dyta, po sikur të ishte Macron që godiste Brigitte, duke për shaka, që ato thoshin njerëz. Dhe sigurisht do kishte një Macron drejtdorëqës. Dhe e treta, po sikur, si thua, t'ishte ai duke i gjuetur asaj. Pa jo duke i thyer dorë, por duke i gjuetur. Pra do thonim që ky ishte fundi. Një president i Francës rre gruan. Dhe pastaj thonë që jetojmë në një shoqëri maskiliste. Thonë. Nuk e dim se çfarë çështje është. Pyetje flesh, po sikur po themi ti kthente dorë Macroni, si të quaj kjo gjë? Do kishte ndodhur hataja, është e sigurt, patjetër. Po kishte Macroni që kapi duke goditur Brigittën? Ata më e madhe akoma. Shumë e madhe. Ata e shoqëri maskiliste apo shoqëri? Në fakt, jemi shoqëri maskiliste. Si që jemi maskiliste? Po jemi. Kur bëhet skandal, kur... Dëgjoj, unë mendoj që ky lajm ka prekur ose po themi ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik për shkak se shumica e njerëzit me pushtet, duke qenë se i shikojnë shumë të lartë të arritur, me shumë aksese, me shumë mundësira, automatikisht mendojnë se edhe jeta familjare, personale, marrëdhënia në çift duhet jetë e shkëlqyer. Në fakt, pavarësisht të reputacionit, statusit, në thelb, marrëdhëniet familjare dhe raportet kanë thuajse të njëjta dinamika, si në ato familje... Pavarësisht se kush je, je president, mbret, apo dikush tjetër.